Përshëndetje miq, dua të ndaj diçka që besoj është interesante dhe shumë me vlerë, të paktën sipas këndvështrimit tim. Atëherë, po e nis. Siç e shihni, libri për mua realisht është gjëja më esenciale për të pasur, le themi, një jetë në kuptimin e plot fjalës të shëndetshme, por dhe për të bërë, le themi, versioni më i mirë mundshëm, sepse vetëm fal librit mund të na hapen shumë shtigje të menduari, apo le themi është i vetmi që ndikon drejt për drejt në transformimin ton mental. Kështu që sikurse dihet që kur ne bëjmë, le themi, progres dhe transformim mendor, sigurisht që edhe jeta ndryshon në favorin ton, por kryesisht kemi një lloj, le themi, jete më cilësisht, që do thot kur bëhemi lexues të rregullt, e dim që është, le themi, një ndër, po e quaj unë, nga ushqimet më të shëndetshme për mendjen, sepse kur mendja ja kupton vlerën dhe e di që libri është po aq i rëndësishëm sikurse është edhe ushqimi fizik për trupin ton, ashtu është edhe libri për mendjen. Domethënë, një njeri që lexon nuk do thotë se nuk ka të meta dhe është, le themi, i përkryer, sepse të paktën unë deri tani nuk është se kam njohur ndonjë njeri të përkryer. Kështu që nëse keni njohur ju, mund ma prezantoni dhe mua, por gjithsesi nuk përjashtoj faktin që se çdo njeri është në progres e sipër, që do thot me ritmin që ka, me nivelin e vetdijes, kuptohet, dhe me përpjekjen që bën, dhe fal, le themi, evolucionit që ka bërë, kuptohet. Por mos të dal nga temat, të mbetem tek tema e librit. Fal librit ne mund të realizojmë, le themi, ato gjëra që realisht jeta jon t'ia vlet, dhe madje kur bëhemi dashamirës kundrejt librit dhe dijes, jeta jon shkon drejt përmirësimit, dhe kush nuk do dëshironte ta bënte, le themi, përmirësimin dhe mirëqenien për të jetuar një jetë, le themi, maksimalisht të bukur, të këndshme, aventureske, por madje kur them aventureske nuk nënkuptoj aventura të një natyre shturjeje, po aventura që na frymëzojnë dhe sikurse janë ato aventura që ndjejmë një lloj lavdie, sepse kemi thyrë kufi dhe kemi tejkaluar për te, le themi, atyre frikrave, atyre dobësive që kemi, sepse kjo nuk do thotë se njerëzit që lexojnë nuk kanë dobësi, por thjesht përpiqen për ditë ti, le themi, përpunojnë, apo më saktë ti fuqizojnë ato dobësi që kanë brenda vetes, sepse çdo njeri nga natyra është, le themi, qenie komplekse. Madje kemi ato komplekset tona, kush më shumë e kush më pak, nuk po i hym tani këtyre gjërave, por fal librit ne fusim dritë, edhe ato komplekse fillojnë e treten brenda nesh, dhe ne bëjmë një jetë, le themi, më të paqtë, më të këndshme, më të vlefshme, më njerëzore. Dhe vetëm fal librit mund të iniciohemi, dhe fal atyre njerëzve që kanë bërë një lloj, le themi, progresi dhe një rrugë më të gjatë se ne tek vetnjoja, mund të na ndikojnë drejt për drejt tek transformimi ynë brendësor. Kështu që
si fillim duhet jetë sipas këndvështrimit tim qasja me librin. Pastaj nëse njeriu është i hapur, është ajo thënia filozofike që kur nxënësi është gati, shfaqet mësuesi, kudo që t'jetë nxënësi, sepse është bërë procesi. Kështu që mos të zjadhem shumë, se jam bërë gati 5 minuta dhe besoj është i mjaftueshëm mesazhi për ta integruar te vetja, që mos e ndani librin çdo ditë, çdo moment kur t'ju jepet mundësia. Gjëja më me vlerë që mund t'i bëni vetes është ta kaloni një pjesë të kohës duke lexuar. Dhe njëkohësisht leximi ka një lloj terapie që teksa lexon, ndërkohë dhe reflekton, teksa lexon ndërkohë edhe mediton. Teksa lexon futesh në ca dimensione magjike që ja vlen. Por largohesh dhe nga realiteti mediokër që kanë krijuar, le themi, një pjesë e njerëzve që duhet t'i mbajnë njerëzit skllëvër. Kështu që njeriu që lexon nuk e skllavron dot. Unë këtë bindje kam. Kështu që ditë të këndshme miq dhe shfrytëzojeni, sepse vetëm nëpërmjet dijes mund të dalim dritë dhe mund të lëm kontribut, le themi, edhe për botën. Sepse dia është ajo që e çon njeriu drejt lartësive të tij më të mundshme dhe drejt përparimit. Kështu që ditë të këndshme miq dhe mos e neglizhoni, sepse dia është ajo që bën diferencën në fund. Ditë të këndshme.